Vajza që i mësoi motrës alfabetin e Kuranit në fshehtësi. Në një familje të thjeshtë, një vajzë 12 vjeçare kishte nisur të shkonte në xhami për të mësuar shkronjat arabe. E donte Kuranin me gjithë shpirt dhe çdo mësim e ruante si një thesar në zemër. Në shtëpi, motra e saj më e vogël e shikonte me admirim. Edhe ajo donte të mësonte, por ishte ende e vogël për t'u pranuar në klasë. Syt i mbusheshin sa herë motra merrte abetaren dhe largohej për në xhami. Atëherë vajza vendosi ta bëjë diçka në heshtje. Çdo mbrëmje, në qetësinë e dhomës së tyre, ia përsëriste motrës çdo shkronjë që kishte mësuar atë ditë. I tregonte me durim, i drejtonte buzët për shqiptim dhe i qeshte për çdo përpjekje. Kaluan ditë, pastaj javë. Një mbrëmje, motra e vogël nisi të lexonte vetë fjalët e para. Pasi përfundoi, e pa motrën në sy dhe i tha me një zë të ngrohtë: "Tani ti je hoxha e zemrës sime." Ajo buzëqeshi dhe e përqafoi fort. Në atë moment, nuk kishte shpërblim më të madh. Mësim, ti mësosh dikujt një shkronjë të Kuranit është më shumë se dije, është sadaka që mbetet përjetësisht. E bërë me dashuri dhe sinqeritet, ajo ndriçon zemrat dhe ruhet në llogarinë e ahiretit.